Kur Lauren Barker u paraqit në punë në bordin e fluturimit Deltas Airlines 310, ajo kur nuk e imagjinonte se si do të zhvilloj dita. Puna e tij shoqëroi gjithmonë me disa komplikime. Të drejtosh dhe të kujdesesh për qindra njerëz kërkon të ruash qetësinë, por këtë herë asaj u desh të përdorte instiktet e saj për të provuar të shpëtonte dikën në nevojë para se të ishte tepër vonë. Lauren kishte qenë gjithmonë e magjepsur nga udhëtimi në përbot dhe takimi me njerëz të ri. Si fëmijë, ajo ëndërronte të ishte styardesë, të fluturonte në destinacione ekzotike dhe të jetonte një jetë tërheqëse. Kur mbaroi gjimnazin, ajo aplikoi për punë në çdo kompani ajrore që mund të mendonte dhe përfundimisht gjeti një në Delta Airlines. Ishte punë e vështirë dhe ndonjëherë mungonte shtëpia, por Lauren e donte atë. Ajo mund të shihte botën, të takonte njerëz të ri dhe të ndihmonte të tjerët. Kishte hasur disa pasagjerë dhe situata të vështira, por asgjë që do të kishte përgatitur për atë që do të ndodhte në fluturimin 310. Fluturimi ishte rutinë. Pasagjerët u vendosën në vendet e tyre dhe Lauren dhe styardesat e tjera ndoqën rutinën e tyre të zakonshme para fluturimit. Kishte njerëz të gjitha llojeve. Lauren ishte mësuar të punonte në fluturime të shkurtra brenda vendit, por ky do të ishte fluturimi i saj i parë ndërkombëtar. Udhëtim 10 orësh nga Salt Lake City, Utah në Rio de Janeiro, Brazil. E kishte emocionuar. Kishte gjithmonë njerëz të moshuar që kishin nevojë për ndihmën e saj dhe disa fëmijë të vegjël që udhëtonin vetëm. Ajo gjithmonë sigurohej që të ishte në dispozicion në rast se kishte nevojë për diçka. Veçanërisht pëlqente të merrej me fëmijët. Nëse disa prej tyre kishin frikë, ajo kishte gjithmonë diçka gati që do t'u tërhiqte vëmendjen dhe do t'u hiqte frikën nga fluturimi. Megjithatë, sot ishte ndryshe. Kur avioni u ngrit, Lauren vuri re një burr ulur në rreshtin e pasëm, i cili dukej nervoz dhe i shqetësuar. Ai shoqëroi nga 2 vajza të reja. U përpoq t'i afroi, por ai shmangu kontaktin me sy dhe e mbajti fytyrën e fshehur pas një kapele bejsbolli. Instiktet e Laurenit i thanë se diçka nuk shkonte dhe ajo e dinte se duhej të mbante në vëzhgim të ngushtë gjatë gjithë fluturimit. Ndërsa fluturimi përparonte, Lauren vuri re se burri shikonte shpesh orën e tij dhe skanonte kabinën me sytë e tij. Ajo gjithashtu vuri re se ai nuk po mbante bagazhe dhe se nuk dukej i rehatshëm në vendin e tij. Lauren filloi të shqetësoj se ai mund të mbante diçka të rrezikshme, por ajo përpoq të qëndronte e qetë dhe e fokusuar, duke shpresuar se frika e saj do të ishte e pabazuar. Kur ishte koha për drek, burri porositi një vakt të vetëm për veten dhe 2 vajzat. Lauren e gjeti të çuditshme që ai nuk kërkoi vakte të veçanta për vajzat, por ajo përpoq të mos nxirrte përfundime të nxituara. Megjithatë, ndërsa ecste nëpër korridor me tabakan e ushqimit, ajo vuri re se vajzat nuk po hanin. Ato shikonin poshtë në preher dhe fytyrat e tyre ishin të zbekta dhe të tërhequra. Zemra e Lauren u drodh kur kuptoi se diçka nuk shkonte. Ajo vuri re se vajzat ishin shumë të qeta dhe vetëm shikonin poshtë. Nuk kishin asgjë për t'i mbajtur të zëna, siç bëjnë disa prindër që mbajnë libra vizatimi dhe lapsa me ngjyra apo një iPad. Ato dukeshin të trishtuara. E ajo pyeti nëse babai i tyre i kishte qortuar për diçka. Lauren vendosi t'i ftonte vajzat në diçka të veçantë për t'u ngritur moralin. Mori disa senduiqe dhe disa lëngje për të marrë me vete. Ajo e dinte se do të buzëqeshnin menjëherë. Kur ajo ju afrua atyre, burri i hodhi një vështrim mos miratues dhe tha, jo. Lauren u befasua nga sjellja e tij sfiduese. Ajo thjesht donte t'i bënte fëmijët të buzëqeshnin, por ai burr këmbënguli ta ndalonte. Ajo mund të shihte se ato dukeshin të humbura dhe dëshironin një lloj vëmendjeje. Ato gjithashtu dukeshin disi të çrregullta dhe dukeshin sikur nuk i kishin krehur flokët prej ditësh. Çfarë lloj babai i lë fëmijët e tij në atë gjendje? Ajo gjithmonë kishte dashur të kishte fëmijët e saj dhe nuk mund ta imagjinonte që të mos kujdesej për to dhe t'i braktiste në fatin e tyre. Lauren e dinte se duhej të bënte diçka. Ajo nuk mund ta injoronte me instiktin e saj. Ajo shpejt doli me një plan për të pyetur me diskrecion vajzat nëse kishin nevojë për ndihmë dhe për t'i kërkuar ndihmë pilotit nëse ishte e nevojshme. Zemra e Lauren rikte fort ndërsa ajo ju afrua burrit dhe vajzave të tij. Ajo buzëqeshi dhe u përkul për të folur me vajzat. Përshëndetje, a ju pëlqen të vizatoni? Pyeti ajo.
duke u përpjekur të fillonte një bisedë. Vajza tundën kokën me turp dhe Loren u dha atyre librat e vizatimit dhe lapsat me ngjyra. Kur filluan të ngjyrosnin, ajo i pyeti nëse ishin mirë dhe nëse kishin nevojë për diçka. Ata e shikuan me sy të trishtuar dhe tundën kokën, por burri i hodhi një vështrim të tërbuar që ia ngriu gjakun. Ndërsa fluturimi përparonte, Loren kishte një ndjenjë se diçka nuk ishte në rregull. Ajo vuri re se burri po bëi gjithnjë më i shqetësuar dhe shkonte para mbrapa nëpër korridor. Loren e vëzhgoi me vëmendje, gati të ndërhynte nëse ishte nevojshme. Ajo gjithashtu mbajti një sy të ngushtë mbi vajzat, duke shpresuar se ishin mirë. Gjatë fluturimit ajo kuptoi se burri i kishte lënë të shikonin nga një film secila. Ato kishin kufjet e tyre dhe dukeshin pak më të qeta, por Loren e dinte se diçka nuk ishte në rregull. Ajo nuk e kishte parë kur atë sjellje të fëmijëve dhe shqetësoi se mund të ishin në rrezik, por kishte një problem. Ajo nuk mund ta provonte, i duhej të gjente një mënyrë për të komunikuar me vajzat vetëm. Asnjëra prej tyre nuk u ngrit për të shkuar në banjë, kështu që Loren e pati të vështirë të vinte në jetë planin e saj. Ajo vazhdoi t'i vëzhgonte ndërsa mbante ushqim nëpër korridore. Dukeshin disi të kënaqura, por ajo mund të shihte frikën në sytë e tyre. Donte t'u dërgonte një mesazh sekret që vetëm ato mund ta lexonin. Si mund ta bënte ajo, pa u kapur nga babai i tyre? Loren ishte e mirë me fëmijët, kështu që ajo përpoq të gjente një mënyrë argëtuese për t'i shpërqendruar për të përcjellë mesazhin. Nuk do të ishte e lehtë. Kërkoi këshilla dhe ndihmë nga një styardes tjetër. Situata ishte e vështirë, por shoqja e saj e vjetër Ava propozoi një zgjidhje të mundshme. Ata duhej vetëm të ekzekutonin atë në mënyrë të përsosur, në mënyrë që të mos ngjallnin dyshim tek babai i tyre. Loren ishte shumë nervoze. Kjo ishte shansi i saj i vetëm për të parë nëse këto vajza kishin nevojë për ndihmën e saj. Ava sugjeroi që Loren t'u propozonte atyre të luanin triki-trak dhe që fituesi të merrte një çmim të veçantë. Çmimi do të ishte një shënim që Loren do t'ia kalonte fshohurazi fitueses me një mesazh për t'u takuar në banjë. Loren mendoi se ishte një plan i mirë dhe filloi ta vinte në praktikë. Ju afrua vajzave me një puzëqeshje dhe i pyeti nëse donin të luanin triki-trak. Ato pranuan, me padurim, dhe ajo i dha secilës një copë letre dhe një stilolaps. Ndërsa luanin, Loren nuk e humbi nga syt burrin. Ai ishte i zënë duke parë një film dhe nuk dukej se e kuptonte se çfarë po ndodhte. Ishte një situatë e tensionuar. Po përpiqej të bënte diçka pa e vënë re burri dhe kjo ishte shumë e vështirë për të. Në një moment, burri e shikoi atë dhe vajzat për të parë se çfarë po ndodhte saktësisht, por kuptoi se ishte e pafajshme dhe u kthye të shikonte filmin e tij. Loren dhe vajzat pothuajse ja dolën. Kur loja mbaroi, Loren u dha vajzave çmimin e tyre të veçantë. Ajo i pëshpëriti fitueses të takojë me të në banjë pas 5 minutesh. Vajzat tundën kokën dhe Loren u kthye në detyrën e saj. Ajo i vëzhgoi nga afër. Mund të shihte se ato e kishin të vështirë të ngriheshin dhe të shkonin në banjë pa u bërë dishues burri. Por 5 minuta më vonë, fituesja trokiti në derën e banjës dhe Loren e la të hynte. Loren e pyeti vajzën nëse ishte mirë dhe nëse kishte nevojë për ndihmë. Vajza tundi kokën dhe i tha se babai i saj nuk ishte babai i tyre biologjik. Buzët e saj filluan të dridheshin, sytë e saj u bën të shkëlqyeshëm. Ajo shikoi pas saj sikur burri po ndëgjonte. Është në rregull, tha Loren. As sikur ta dinte se në çfarë po futej. Ajo që Loren kishte frikë gjatë gjithë fluturimit dukej se po bëhej realitet. Burri dhe 2 vajzat nuk ishin të lidhur. Loren gëlltiti një gung të fortë ajrin ndërsa shqyrtonte implikimet e saja në të cilën sapo ishte futur. A nuk do të ishte e mençur që ajo të tërhiqej nga operacioni i saj para se të ishte tepër vonë? Styardesa e shqetësuar mendoi ta raportonte çështjen tek Ava së pari. Miki e saj e kishte ndihmuar gjithmonë të mbante një mendje të kthjellët gjatë momenteve të tilla të vështira. Loren gjithashtu nuk ishte e sigurt nëse vajzat ishin e të lashë vetëm sepse burri nuk ishte babai i tyre, por sikur ajo të shkaktonte një trazim vetëm për të përfunduar duke u paditur për shpifje apo diçka të ngjashme. Mendja e Loren rrite aq shumë sa që vajza e pyeti nëse ishte mirë. Loren tundi kokën. Buzët e saja u rrudhosën. Fakti që vajzat e kishin pyetur nëse ishte mirë, mjaftoi t'i tregonte asaj se çfarë duhej të bënte. Ajo i kishte ndihmuar gjithmonë njerëzit, qoftë
edhe në raste më të rrezikshme. Ajo nuk do të ndalonte tani, por para se të mund të bënte diçka këtu, ajo duhej ta ndihmonte vajzën të kthehej tek vendi i saj. Do të ishte e mençur nëse burri me të cilin ishte nuk do të dyshonte për asgjë. Loren mendoi t'i bënte vajzës edhe disa pyetje. Ajo kishte nevojë për më shumë kontekst për atë që po ndodhte, por vajza kishte qenë larg për mjaft kohë. Burri do ta kërkonte së shpejti, duke zhbllokuar derën e banjos. Loren e pyeti vajzën nëse nëna e tyre ishte dakord që burri ta merrte atë dhe motrën e saj. Përgjigjja e vajzës do të bënte atë të ngërinte në vend. Mami nuk ishte në shtëpi, po shpriti vajza, trishtimi duke i dhënë zërit të saj edhe më shumë forcë. Loren duhej të shkunte veten për t'u kthyer në realitet. Do të jetë mirë, përshpëriti ajo, edhe pse frika e kishte ngushtësuar. Burrat të aftë për të bërë gjëra që po bënte ky burr nuk ishin të atill që luanin. Në të njëjtën mënyrë siç bëri brenda banjos, Loren pyeti veten nëse përfshirja këtu ishte një zgjedhje e mençur. Ajo udhëhoqi vajzën përsëri në vendin e saj. Pasi e lidhi me ripin, ajo shkoi tek Ava duke përdorur gjithçka brenda saj për të qëndruar e qetë. Ava pa fytyrën e saj pa emocione dhe ndaloi gjithçka që po bënte, duke e shoqëruar atë në vendet e styardesave. Pra, pyeti ajo, dhe Loren tundi kokën, kishim të drejtë. Diçka është shumë gabim. Loren shpjegoi gjithçka që kishte thënë vajza, por ajo gjithashtu ndau se informacioni meritonte më shumë kontekst. Po sikur babai i vajzës kishte nevojë që ato të fluturonin, po sikur nëna e tyre të kishte organizuar të gjithë gjën. Ndërhyrja në çështje private nuk ishte kur një gjë e mirë. Por, po sikur vajzat vërtet kishin nevojë për ndihmë? Çfarë dëshiron të bësh, Loren? Pyeti Ava. Ndihmoj, u përgjigj Loren me një fytyrë të drejtë. Ajo po kuptonte se të hysh në telashe për ndërhyrjen në problemet personale të dikujt nuk do të ishte aq keq sa të pendohej që nuk kishte ndihmuar. Ava buzëqeshi dhe tha, na duhet një plan i qartë, pra, kemi një shans për këtë. Ne nuk mund të lejojmë të dështojmë. Çfarë ke në mendje? Ne duhet të vlerësojmë atë që dim dhe atë që nuk e dim, tha Loren. Ajo kontrolloi orën. Kemi 2 orë para se avioni të ulet. 2 orë nuk mjaftojnë, u përgjigj Ava. Çfarë dim? Burri ka marrë vajzën dhe motrën e saj nga nëna e tyre, tha Loren. Ai po i fluturon ato në një vend tjetër, gjë që nuk është një shenjë e mirë. Ne e dim se nuk ka shumë që mund të bëjmë këtu, vazhdoi ajo. Po ne mund të vazhdojmë të sillemi sikur nuk e dim se çfarë po ndodh. Ne nuk duam të trembim atë. Ajo sugjeroi t'i kërkonin ndihmë kapitenit, duke qenë se ai ishte ai që kishte akses në sistemet e komunikimit të avionit. Ai ishte i vetmi që mund të binte autoritetet të mbrinin në kohë. Me 2 orë që po numronin, Loren dhe Ava nxituan tek kapiteni dhe shpjeguan situatën. Kapiteni u habit dhe nuk mund ta besonte atë që po ndëgjonte. Edhe pse ai era dakord që ky rast të mos ishte diçka e madhe, ai nuk mund të rrezikonte. Ai kishte dëgjuar për raste të tilla dhe e dinte se çfarë duhej të bënte. Kapiteni kontaktoi autoritetet duke shpjeguar situatën në fjalë. Ai shikoi mbi gjithçka që Loren dhe Ava kishin ndarë, nga sa të friksuara dukeshin vajzat dhe sa i shqetësuar dhe në ankth ishte burri. Ai shpjegoi se Loren kishte bërë kontakt me njëra nga vajzat dhe kishte konstatuar se burri nuk ishte babai i tyre, por kjo nuk ishte e gjitha. Kapiteni ndau se vajzat ishin marrë kur nëna e tyre nuk ishte në shtëpi, gjë që e bënte situatën edhe më serioze. Meqense avioni ishte rreth 1 orë larg uljes në Rio, kapiteni kërkoi autoriteteve të dërgonin disa makina policie dhe një ambulancë dhe të prisnin në pistë. Ai nuk do të rrezikonte. Pas thirrjes, ai falenderoi Loren për iniciativën e saj, duke i kërkuar asaj dhe Avës të qëndronin të qeta dhe të vazhdonin detyrat e tyre si zakonisht. Ne nuk duam ta trembim atë, tha ai. Përsa i përket Loren, ajo e kishte bërë pjesën e saj mirë. Tani ajo duhej vetëm të duronte për 60 minuta dhe vajzat do të ishin të sigurta. Burri e shikoi Loren me dyshim ndërsa ajo kalonte pranë tyre. Ai shikoi vajzat dhe ato thjesht vazhduan të shikonin filmat e tyre sipas udhëzimeve të Loren. Ata thjesht duhej të duronin dhe për gjysmë ore para se të uleshin më në fund në Brazil. Ishte e rëndësishme që të gjithë të qëndronin të qetë, sikur asgjë nuk po ndodhte, që ata të ekzekutonin hapat e ardhshëm në plan. Ndërsa erdhën minutat e fundit të fluturimit, një qetësi e kthjellët pushtoi avionin,
apo në heshtje, emocionet ishin të ngarkuara. Nga njëra anë, zemra e Loren rihte fort në veshët e saj, ndërsa ajo pyeste veten nëse plani i saj do të funksiononte. Në anën tjetër, ishte burri, duke zgjatur kokën nervoz për të kapur një vështrim të asaj që po ndodhte jashtë avionit. Ndërsa fluturimi po i vinte fundi, kapiteni bëri njoftimet e nevojshme. Të gjithë ulën ndërsa avioni zbriste ngadalë. Loren e shikoi një herë të fundit ndërsa burri filloi të fliste me vajzat. Ai ndoshta po i jepte udhëzimet se çfarë të bënin pasi të uleshin. Dukej sikur edhe ai nuk mund të përballonte të dështonte këtë. Kur avioni ul, Loren e dinte se ishte tani ose kurrë. Ajo duhej të hidhej në veprim dhe të shpëtonte vajzat para se të ishte tepër vonë. Ajo pa burrin të ngrihi dhe vajzat kishin vështrime të dëshpëruara në fytyrat e tyre. Ai donte të dilte shpejt nga avioni nga pas, por vajzat po rezistonin. Loren e dinte se ato po panikoheshin. Ai kapi duart e tyre dhe njëra nga vajzat bërtiti. Loren shkoi tek vajzat. Pasagerët e tjerë po shikonin pasi mund të shihnin rrëmujen. Për fat të mirë, edhe kapiteni erdhi për të ndihmuar. Loren i ndau vajzat nga burri dhe kapiteni e kapi atë ndërsa autoritetet hynë në avion. Burri u arrestua menjëherë. Loren dhe vajzat u shoqëruan jashtë avionit dhe u dërguan në një vend të sigurt në aeroport. Vajzat ishin qartësisht të tronditura, por të lehtësuara që më në fund ishin të sigurta. Loren qëndroi me to derisa autoritetet erdhën për të marrë deklaratat e tyre. Ishte atëherë që Loren zbuloi diçka edhe më tronditëse. 2 vajzat përfundimisht u morën në kujdestari mbrojtëse. Duket se Loren kishte ndihmuar në hapjen e një rasti të ftohtë që kishte vazhduar për vite me radhë. Burri kishte qenë në arati për një kohë të gjatë dhe fal mendimit të shpejtë dhe veprimeve të Loren, ai më në fund u kap. Vajzat kishin qenë të zhdukura për 2 vjet. Loren ishte habitur nga zbulimi. Pas incidentit, Loren u vlerësua si heroin nga autoritetet dhe koleget e saja. Ajo kishte shpëtuar 2 vajza të reja nga një jetë mjerimi dhe kishte ndihmuar në sjelljen e një kriminali të rrezikshëm para drejtësisë. Policia ishte në gjendje të shkatronte të gjithë operacionin dhe të arrestonte të gjithë të përfshirët. Loren e dinte se duhej të bënte më shumë për të luftuar trafikimin njerëzor. Ajo u bë vullnetare me organizata që ndihmonin viktimat e trafikimit. Ajo gjithashtu e bëri misionin e saj të edukonte të tjerët mbi rreziqet e trafikimit dhe si të identifikoheshin dhe të raportoheshin aktivitetet e dyshymta. Ajo më vonë mësoi se vajzat u ribashkuan me nënën e tyre dhe ishin mirë. Ajo ishte aq e lehtësuar që i kishte ndëgjuar instinktin e saj dhe kishte vepruar ashtu. Kush e di se çfarë do të kishte ndodhur nëse ajo nuk do ta bënte këtë.